Zgjerimi i shërbimeve sociale me bazë komunitare është një prioritet i qeverisë për të garantuar mbështetje të drejtpërdrejtë dhe të aksesueshme për grupet më vulnerabël. Vit pas viti, numri i shërbimeve në bashki është rritur, ndërsa nëpërmjet Fondit Social për vitin 2026 do të shtohen edhe 14 shërbime të reja sociale në bashki të ndryshme të vendit, duke forcuar mbrojtjen sociale në nivel vendor dhe duke siguruar që ata shërbime të ofrohen gjithnjë më shumë qytetarëve aty ku ata jetojnë. Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, profesoreshe Vistala, gjatë vizitës në qendrën komunitare në Bashkinë Divjak, theksoi rëndësinë e ofrimit të shërbimeve sociale sa më pranë komunitetit. Është një shembull i bashkëpunimit shumë të mirë. Kjo është domosdoshme për të ardhur shërbimi në komunitet, atje ku është nevoja, atje ku janë njerëzit. Të kënaqur me qendrën? Kjo është e rëndësishme që shikon ndryshimin. Ndryshon jeta jo vetëm fëmijës, por edhe familjes. Qendra e re komunitare në Divjak ofron shërbime të specializuara, rehabilitimi dhe zhvillimi për fëmijë me aftësi të kufizuara të moshës 3 deri në 18 vjeç, si dhe kujdes social për gra të moshuara dhe grupe të tjera në nevojë. Këto shërbime ofrohen nga një ekip multidisiplinar i përbërë nga psikolog, punonjës social, lokoped dhe fizioterapist.